me dorën e tyne. Po. Kështu që situata u kriju nga partitë opozitare në fakt. Ne e qumë dorën për që ajo të kalohej dhe do t'i konvenon të gjithve, do t'i ishte mirë për respekt mas pari për institucionin dhe kushtetuta respektohet duke leju shtetin me funksionu normalisht. Dhe flasim pastaj për dhunimin apo jo të kushtetutës, por kështu ishte vakia, kështu ishte ngjarja. Ju e keni shkelur kushtetutën. Po jo s'ka shkelur kushtetutës kur ti voton për verifikim dhe validim të mandateve dhe tjerë të refuzojnë. Berami, urdhro? Kundër përgjigje. Tash mu po më fascinon kjo aftësia e Krakit me ditë se çka ka dashur në bëllë grupi parlamentari PDK-s. Më thash mu më duk, se më keni ra kështu anësh. Edhe nga këtu ku jam një thirrje për agembatirim jam rrugë furdhat lëvizjeve të vendosë se janë hinë halucinacione dhe paranoja. Çfarë kpurdha po kërkon asi të Amsterdamit? Kjo mundet me verifiku me video. Kushtrim, nëse e gjenë videon e votimit, edhe nëse nuk konfirmohet kjo latenca kohore. Partia Demokratike e Kosovës ka qenë e përfaqësuar nga njërin ndër ekspertët më të mirë juridik që është përparim Gruda, edhe përparimi ka bërë vërejtjet e tyre në komision, ku zoti Krake nuk ka qenë, partia natyrisht nuk e informon, kjo ishte publike, nuk e informon Kraken. Po zoti përparim Gruda ka qenë antar i komisionit dhe ai ka bërë vërejtjet të cilat janë publike, sepse çfarë ka ndodhur këtu? Zoti Kurti bashkë me lëvizjet vetëvendose janë mundu që njëkohësisht duke qenë kryeministër me qenë edhe deputet. Pra, ju e pat flamurin Kuqezi aty. Ai një letër e kishte shkruar, Berami një letër e kishte shkruar të dorëheqjes sot. Po, kushdo që e she, aja nuk është dorëheqje, do të thotë se dorëheqja dihet se ç'është formulohet dhe një dorëheqje e tillë nuk i dërgohet një njeri i cili nuk është më kryetari i kuvendit. Dorëheqja dërgohet në KQZ, nëse kryeministri nuk del me shu dorëheqje, me kënaqësi ja shujmë edhe dorëheqjen atij. A do shfaqesh e vullnetar t'ia shkruash dorëheqjen me këto kushtrim. Që me Po vazhdo. Do të thotë këtu ekziston një tendencë, këtu ka ekzistuar një tendencë që Gruda, eksperti për cilin nuk paragjykoj si